Kjo fest përkon me solsticin e diellit i cili në atë kohë viti i ka pas 8 muaj, ka 45 ditë, dhe atëherë koha është numru dhe është mot me diellin, jo me honën, për arsye të pozitës gjeografike, e cila vetëm dielli nuk i lun pozicionet e veta gjatë një viti, kurse hona i ndran ato pozicione. Kurse në regionin e pjesës ekuatoriale, atje kur dita dhe nota është e barabart, atje ka numrue me honën, sidomos në kulturën e perse, sumere, asire, në mes të lumeve Tigër dhe Eufrat dhe dikun deri të Egjipti, po në atë kohë, në realitet, edhe në atë kohë, në ato troje kanë qenë të banuara nga pelazgët. Dhe kështu që kjo fest përkon me ditën e verës, sepse në popull ju ndoshta jo, por unë e moj men babën tim dhe të parët tonë që ka ndo vitin në 2 stinë, në festën e, po mënej në stinën e verës dhe stinën e dimnit. Vera ka fillu me Shën Gjergjin dhe dimni ka fillu me Shën Mitrin, apo të na quhet dikun e qujnë dorë kalome, dikun fillimi i vitit të kështu. Bie që nuk ka ekzistuar pranvera dhe vjeshta, kanë ekzistuar vetëm 2 stinë? Vetëm 2 stinë kanë ekzistuar, për ndryshe është qujtë vera dhe dimni. Vera ka fillu me stina e verës, apo që kanë festu festa e më të motit, apo e verës, dhe Shmitri ka qenë... I bie që në bazë të këtyre llogaritjeve, ne deri sot kemi qenë në dimër. Sot kemi hyrë zyrtarisht në verë dhe jemi... Sipas traditës, po sipas traditës e lashtë, zëvësjanë, besimit zëvësjanë, na tani kemi hyrë në verë. Po, zonja Uduti, në fakt, gojdhënat thonë se kushdo që nisë ditën e Shën Gjergjit sot i lumtur ose ka energji të mirë, atëherë i tërë viti mund të ecë së mbarë. Sa janë të imi shumë të vërteta këto gojdhëna pikërisht për ditën e Shën Gjergjit? Shikoni, mund të jenë të vërteta, por kjo është për ndryshe një fest jo edhe aq largë sa shkoj zotriu Gashi aty në studio, sepse ne Shën Gjergjin e njohim si është një fest që ka ardhur nga një periudha e krishtere, pra prej Shën Gjergjit, jo prej besimive zeuse, sepse ato nuk janë besimet monoteiste, por janë besimet politeiste. Edhe është zoj se ju e keni mësu monoteizmin pe neve, e keni mësu pe pelazve, e keni mësu. Hazreti Musa e ka kry shkollën, Hazreti Musa e ka kry shkollën fetare e ka kry në Egjipt, kur ka egzistu një zët. Hazreti Musa e ka mësu një zët pe neve. Pasta ju flisni unë dashta me të regu që pra prejardja e kësaj feste është prejardja prej shekullit të tretë, dhe emrin si e ka marrë Shën Gjergji, Gjergjë Georgus në gjuhën latine, i bjerë bujku, dhe kjo është një fest që kanë përjetësuar me një kultur popullore. Nuk ka të bëj me një kultur fetare, as politeiste, as monoteiste. Por Gjergji si një krishteri përkushtuar ndaj vendlindjes vetë, si që tha në fshatra ku janë marrë me bujësi, këta e kanë praktikuar pra këtë fest, si mas flijimit që ka bo Gjergji për vendin e tij.